Atëherë dashur, kam sot të ftuar në studio drejtorin e ansamblit shtetëror të këngëve dhe valleve shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Jetmir Rexhepin. Përshëndetje, zoti Jetmir, shumë kënaqësi që ju kam sot në studio. Përshëndetje, faleminderit që na bëni kështu lloj ftesësh edhe ne të vim tregojmë ato fshehtësi që i kemi në ansambël më të bukurat. Për ansamblin kemi shumë çka të folim, ansambli për herë sjell gjëra të reja, performanca nga më të ndryshmet, sukseset nuk i diskutoheni, ka të shumta qoftë brenda apo dhe jashtë vendit. Gjithsesi, po e nisim më mirë le të themi me një lajm të freskët që shumë e kanë pritur, mund ta quajmë kështu, një lajm shumë më se i pritur nga gjithë. Flasim pak për punësimet që po realizohen tani më në fund le të themi në ansambël. Po, ja, drejt për së drejti vi nga mbledhja e cila u mbajt dhe u kontrolluan dokumentacionet të cilët do i zgjodhën, do të thënë, antarët të cilët do jesën në pjesën e punësimeve ku do mbahet së shpejti edhe audicioni. Dhe unë jam shumë i kënaqur edhe bile edhe pak më para e theksova që ta rregulloj shumë më mirë këtë mendilin që për tash e kemi jam shumë i rahatshëm edhe jam shumë i kënaqur drejt për së drejti sepse të gjithë ata njerëz të cilët i kishin problematik që kanë prit 2 vjet me radhë që të hynë në punë, sot fal Zotit, faleminderit Zotit edhe faleminderit gjithë shoqënisë, dashamirëve, sot më u krye dhe ai mision. Jam shumë kështu edhe faqebardh që mund dal para njerëzve. Sidoqoftë që ju e dini edhe keni lexuar edhe keni has në çdo portal që më kanë hudh gur mbi mu, por nuk ka qenë dorën time ajo. Po sidoqoftë ajo këmbgulësia ime që do hyjnë ata të cilët kanë qenë marrëdhënie pune dhe janë largu nga puna dhe kanë ngel jashtë, ajo këmbgulësia ime sot është këtu që ata të cilët kanë qenë jashtë, po të njëjtët janë edhe brenda, kështu që unë i uroj punë të mbarë edhe Zoti t'u japë shëndet edhe mplaken këtë institucion. Pavarësisht kush do udhëheqë këtë institucionin, unë e dua që të mësoj njerëzit edhe të marrën një mësim nga unë që të respektohen njerëzit të cilët kanë dhënë kontribut, pavarësisht si ka. Për sa vende puna bëhet fjalë dhe për cilat, nëse mund të shpjegojmë? Ka qenë për 11 persona, 6 persona i kemi fut më herët, do të thënë i kemi sistemu më herët, kurse tash edhe 5 i kemi sistemu, edhe një herë shumë jam i kënaqur edhe po ndoshta edhe me emocion po flas, por unë jam tip që kur nisi një punë duhet ta mbaroj deri në fund me faqebardhësi. I kemi gjithë në sektorin artistik apo kemi edhe në sektoret të tjera? Kemi 4 valltar, do të thënë 3 valltare edhe 1 valltar, i cili mund ta potencoj sepse të gjithë këta valltarët të cilët kanë qenë kur kam hyrë si drejtor, këto ishin jashtë, por unë u thash nuk do të thotë që ju duhet të rini jashtë, ju jeni të ansamblit dhe kjo është shtëpia juaj, nuk ka nevojë të rini jashtë, po urdhënoni, jepni kontributin. Po sidoqoftë të fal respektit që kanë për mua dhe respektit që kanë për ansamblin, erdhën dhe dhanë kontributin e tyre pa asnjë, domethënë pa asnjë kompenzim. Edhe shiqyr Zotit u sistemun ato 6. Pas kësaj kishim edhe këto tjerët. Po edhe këta tjerët mund t'i potencoj tash, sepse edhe ata kanë dhënë kontribut jashtëzakonisht për ansamblin, pa asnjë kompenzim, kanë ardhur në për koncerte të ndryshme, por edhe jashtë vendit, por ja dhuratën e murën nga Zoti. Zoti, çfarë shkruan Zoti, ajo do të ndodhe. E nevojshme e rëndësishme që ansamblit hap sa më shumë vende pune? Kemi, thua, akoma më shumë nevojë? Në shumicën e rasteve më bëjnë të njëjtën pyetje. Nuk do të thotë që kjo mbaroi ansambli. Ansambli tash duhet të bisedohet edhe një herë, të ulet me njerëzit më të lartë që janë në pushtet dhe të bisedohet për sistematizimin e punës si do të vijojë. Tash nuk duhet nxjerrë numra, por shpresoj që 2027 ne do të kërkojmë edhe punëtor tjerë. Nuk do të thotë që ansamblit ngele me 35 apo 40 apo 50. Sa ka gjithsej për momentin? Zakonisht duhet ansambli të jetë një ansambl i kompletuar, duhet të jetë 96 vende pune.
Po shpresoj që me Zotin para, avash do të rregullohen. Së pari njëherë të kemi shëndet dhe gjëra tjera do të rregullohen. Kurse momentalisht sa kemi ne? Për momentin i kemi tash do të bëhemi 46, 47. Me rëndësi që numri po rritet. Po sigurisht. Më vjen shumë mirë që unë jam ai i cili e udhëhoqa këtë lokomotiv me shumë probleme, me shumë sharje, fyerje, e hudh me ngur, po si do qoftë ndihmun shoqënia, njerëzit dashamirë të cilët e duan artin, pushteti, te unë nuk shoh, unë kam shumë shok, pavarësisht edhe sicili nga një ndihmë më ka lehtësu, ja ku jam sot këtu. Ata të cilët është dashur që të bëhet për 5 vite i futin 5 veta në punë, apo 3 veta, apo 7 veta, unë për 1 vjet e diçka i kam fut 11 veta në punë. Kam marrë pëlqime edhe shqyqysh Zotit do nisin me punë. Kështu që aty një uroj mirëseardhje, ato janë të ne, po ato i afrojnë familjes madhe të ansamblit. Ansambli për mua është aset kulturor edhe unë e vlerësoj edhe e ndjej në shpirt. Ashtu duhet jetë për gjithë faktikisht, është aset kulturor dhe se cili duhet të jepet kontributin e tij për ansamblin. Është diçka që prezanton vlerat dhe kulturën e të gjithëve neve, jo vetëm e personave. Sa i përket punësimeve, këto janë, domethënë 2027 do të shohim si do të vijojnë punët. Nuk do të thotë që ne nuk do të kërkojmë punësime të reja, patjetër. Përmendoj që do hapen audicione nëse nuk gaboj. Audicioni po do të hapet tash së shpejti edhe përfundon me këto punësime të cilat janë 2026, të cilat ishin jashtë kësaj. Por 2027 janë punësime të reja të cilat nuk janë njerëz të cilat kanë dhënë kontribut, po janë jashtë të cilat do hyjnë në audicione dhe komisioni i verifikon. Audicionet do të pasaj për 2027 do jenë me ato kriteret e veta dhe janë të do ketë kritere, sigurisht. Për këto nuk ka pas kritere. Ka pas kritere, por kanë qenë njerëz të cilët 5 vjet kanë dhënë kontribut edhe nuk ishte e udhës që të lëmë dikon prej aty edhe të marrim dikon tjetër që s'ka qenë fare, por shumë njerëzore që t'jesën ata njerëz. Kurse 2027 do t'jeti hapur për gjithë që plotësojnë kriteret, domethënë kuptohet, sepse ansambli fundja fundit është për gjithë. Përveç punësimeve, një lajm i bukur për gjithë, besoj edhe vetë valltarët dhe të gjithë të punësuarit e rinë mezi e kanë pritur si lajm dhe besoj janë të lumtur tani dhe rehat që më në fund u finalizua si gjë. Po, sigurisht. Kemi ansambli si çdo herë numëron edhe sukseset të tjera dhe lajme të tjera të bukura. Edhe tash së fundmi e patëm koncertin e këngëtarit të madh dhe muzikantit të madh Mahmut Feratit. Para se me dalë të Mahmut Feratit, e këngëtari i madh do ajeni, unë do kisha veçu pjesën e Ditë e Plisit, që u bën në Tetov. Shumica e njerëzive më kanë thonë, pse pikërisht në Tetov Plisi? Unë me një fjalë, kështu do ta përmbylli këtë, nuk do të thotë që në Tetov do mbahet Plisi, veç në Tetov. Plisi do mbahet në çdo vend ku ka plis. Kështu që këtë radhë u mbajt në Tetov, radhën tjetër do mbahet në Dibër, radhën tjetër do mbahet në Struk, edhe kështu që do t'jetë një tradit ku ka plis, ku ka shqiptar do mbahet. Nuk do të thotë veç në Tetov, apo në Shkup, apo në Kumanov, apo në Gostivar. Kështu që çdo vit do mbahet nga një vend që edhe ato ta ndjejnë veten se ansambli është i tyre, kështu që edhe ne jemi një koqire dhe kemi një bashkëpunim ndërsjellët me një shoqëri të atyre. Mirë, së pari fakti që ansambli lëviz pak nga Shkupi dhe nga Tetova, që të prezantohet në qytetet e tjera dhe qytetet e tjera le ta kenë të pranishëm vetë në qendrat e veta në shtëpitë të tyre, mos jetë nevoja vetëm ata të vinë të shohin ansamblin, por dhe ansambli të ikë të shkojë te ata. Me që vetë se e përmëndet, sepse unë do ju pyesja, po që çfarë kishim për ditën e Plisit? Si u prit, çfarë pam, çfarë ofroi ansambli? Ditën e Plisit, si çdo herë që është festu, këtë radhë është festu me këngë patriotike, me këngë të fuqishme, me valle të fuqishme, edhe si simbolik kemi shpërnda normal, që shpërndahen Plisa. Ajo është një simbolik, pavarësisht është e lirë, është e shtrejtë, është një simbolik për shqiptarët, edhe u prit shumë mirë nga publiku, edhe unë jam shumë i kënaqur. Kështu që pjesa e koncertit Mahmutit s'kam çfarë të them, sepse
ishte një jo koncert, ajo ishte në fakt u dasht koncertit bëhet në qendër, por ne s'kishim kohë edhe nuk na premtonte koha. Unë e diskutova këtë çështje për ta rregulluar dhe ta mbajmë si koncert në qendër, por e pam që kishte mundësi edhe shi të bjere, e kështu që u frigum nga koha dhe e mbajtëm në pallat. Po sidoqoftë, unë falenderoj shumë Zotin që nuk u ndodhi ndonjë eksces se ka pas mbi 2500 veta. Shumë njerëz ka pas. Besoj shumë edhe nuk kanë pasur mundësi ndoshta të jenë pjesë. Bile kanë qenë edhe jashtë shumë njerëz, kështu që çfarë sa ka pas brenda ka pas edhe gjysmat jashtë. Po unë shpresoj që në të ardhmen do të rregullojmë edhe do ta bëjmë edhe një herë, nuk do të thotë që do bëjmë Tetov, do ta bëjmë edhe Shkup. Ju pyeta pas kamerave pse në Tetov. Në Tetov, sepse Mahmut Ferati është nga fshati Odri edhe është një ndër artistët të cilët ka kultivu këngën pologiane edhe vetë dëshira ati ishte, sepse a i tha unë kam dash të bëj koncertin në Prishtinë, mirë po me shoqni, me njerëz të cilët ka komuniku, kanë thënë jo, do të bësh koncertin në Tetov, duke marrë parasysh që kjo është tetovar, po sidoqoftë nuk do të thosë që ne bënëm Tetov, ne mund të bëjmë edhe në Shkup, e të njëjtin koncert. Aty ka pas shumë këngëtar të ndryshëm, Shirete Beluli, Shaqir Sërvadiku, Milaj Mezini, Elita Pes, edhe ansambli shtetëror, kështu që njerëzit janë tetshëm për të dëgjuar këngë të bukura. Thua që mund edhe të përsëritet si koncert, ndoshta edhe do na vije prapë. Po, do të bisedojmë, do ta shqyrtojmë të ndryshme. Po, sigurisht mund. Çfarë na paraqiti ansambli, nga pjesa artistike flasim në këtë koncert, po edhe në ditën e Plisit? Ansambli, domethënë pjesën e koncertit Mahmut Feratit ka përmbajtur dhe në fakt ka organizuar Komuna e Tetovës. Kurse Pallati Kulturës dhe ne si ansambël e kemi përmbajt me këngë, Pallati ka mbajt me sallën, kështu që ne kemi bë orkestrimet, aranzhmanet e Mahmutit, do të thënë këngët e Mahmutit i kemi përcjell, njëkohësisht edhe korin që e kemi back vokalet e ansamblit. Do jeni të pranishëm, besoj, nëse ju bëhet ftesa edhe në Prishtinë ose në vende të tjera. Absolutisht, ne jemi për atë, patjetër që do të përmbajmë çdo artist, unë e kam thënë edhe në emision, kështu që nuk e di se e keni dëgjuar. Unë e them një fjalë si ka Tetova, them do ta bëj të ma bësh, domethënë unë nesër edhe unë do m'plagem, kështu që dikush duhet ma bëje këtë. Unë prandaj edhe unë jam rrit me këngët do a jenit Mahmut Ferati, po njëkohësisht jam rritë edhe këngët e Qamilit Vogël, e Gani Grubi e shumë këngëtarë të mëdhej ka pas, kështu që edhe unë du gjithmonë përkujtohen njerëzit të cilët kanë dhënë kontribut. Ja pra bënëm edhe koncertin e vlezrit, do më thënë doajenët që i kishim vlezrit Dervishi, e bënëm vlezrit Jashar Sejdiu, me Idej Sejdiu, njëkohësisht edhe këngëtarit madh Haxhi Maqellarit i bënëm një koncert për doajen, por ai nuk kish mundësi të vijë nga Amerika, sepse kish problemet shëndetësore. Sidoqoftë, unë i përkujtoj çdo njeri i cili ka dhënë kontribut, që në të ardhmen edhe dikush mund të më përkujtoje kur të plakem. Një nga misionet e ansamblit do thoje është kjo? Përkujtimi apo ringjallja e traditave. Po sigurisht, sepse tash mbas kësaj ne kemi tash të ndjerën dhe ikonën e këngës që ka dhënë bien Tridahire, Hanife Sefullah Reçani, edhe atë do ta përkujtojmë në Gostivar me datën 11, që kemi përgatitur këngët të orkestrume, drejt për drejti këngët të cilët i ka kënduar Hanife Sefullah Reçani. Çfarë tjetër e pret ansamblin gjatë këtij viti? Ansambli ka shumë aktivitete, ka shumë udhëtime, ka shumë këngë, mendojmë që do ketë risi shumë të mëdha, por njëherë për njëherë unë kam dashur që të kompletohet komplet ansambli, edhe tulemi të pushojmë pak, ta bisedojmë një kështu mohabet shoqëror
edhe të nisim me punë kismet si duhet. Si do qoftë ansambli ka tepër punë, janë koncerte të cilat do bahen gala koncerti i cili duhet të mbahet, jemi në bisedime me Kosovën dhe ansambli i Kosovës edhe ansambli i Republikës Shqipërisë, normal ansambli Shota, edhe ansambli i Republikës Shqipërisë, njëkohësisht edhe ansambli jonë, që të mbahet gala koncert, mandej kemi një koncert këtu në Shkup. Ka një datë për gala koncertin? Po, i kemi datat, nuk du është heret akoma po flasim. Po, kështu që pas kësaj kemi shumë koncerte tjera, edhe kemi koncertin në për qytetet e Republikës Maqedonisë së Veriut. Jashtë vendit? Jashtë vendit kemi në Nicë, po, kemi Nica, kemi Qipron, kemi Hamburg, kemi koncertin i cili duhet të mbahet me datë 22 nëntor për ditën e alfabetit. Edhe shumë tjera, kemi koncertet tjera, por si do qoftë, avash, shpresojmë nga dal jemi të i pregadit. Gjithsesi, si zakonisht, një kalendar i mbushur kulturor dhe artistik për ansamblin. Të rinj që u punësuan, le themi u finalizua ky vendimi, kanë qenë besoj pjesë vetë koncerteve që lanë pas dhe do jenë pjesë më njëhershme koncerteve që po vinë, apo jo? Ata nuk janë ndalë, do më thënë, e theksova dhe më parë që ato unë i kam ofru tjesën pjesë ansamblit që mos ndjehen shumë larkë ansamblit, po tjesën pjesë ansamblit, po si do qoftë ato vazhdojnë me punë dhe do vazhdojnë, atyne nuk ka asë një farë, vetëm që do marrën rokë, sepse ato s'kanë marrë pagën se kanë marrë, nuk e kompenzu, kur gjo, kurse tash... Gjithsesi besoj përkushtimi ka qenë i njëjtë. I njëjtë, edhe i njëjtë i dë vazhdoje. Atëherë që kemi pak pushim dhe do vazhdojmë tutje për një, le themi, kalendarë të mbushur të ansamblit dhe performanca nga më të ndryshme. Unë ju falenderoj shumë drejtor që gjetët kohë dhe mundësi t'jeni sot me mua, vërtet shumë knatësi që ju kisha në studio, shumë urime gjithë të punësuarve të rinë tashmë, edhe uroj që ansambli vetëm vazhdoj me sukseset që zakonisht na sjell dhe uroj që ritakomi për të tjera biseda dhe tema. Faleminderit juve që na ftut edhe unë enkas kam ardhur që për opinionin t'jenë rahat, sepse i rregullum edhe ato njerëz të cilët e kini pas problem, se me të vërtet ka qenë pakës e lodhshme edhe e mërzitur për ata njerëz të cilët rishin në shtëpi edhe nuk ishin brenda në punë, kurse kanë qenë 5 vjet brenda, por shiqër zotit edhe u rregullua edhe kjo. Edhe njëri ju faleminderit për ftesën, edhe faleminderit që përkrani ansamblin. Respekt juve. Falenderoj edhe unë edhe njëherë edhe juve, edhe suksesa të gjitha. Faleminderit, respekt. Dhe me kaq të dashur dhe me lajme të bukura, po përfundojmë dhe për sot emisionin duke ju përshëndetur dhe uruar një pasditë sa më të këndshme, një rish jemi sërish të mërkurën në të njëjtën kohë. Mirëmbëjtje.